Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam i dërgojmë. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me pjesën e dytë të dersit me titull Ambicjet e larta, ku sot kemi vazhdim fjalën e Gjunejdit rahmetullahi alayh, i cili thot ma talaba ahadun shay'an bi jiddin wa sidq illa nala. Çdo njeri që kërkon diçka me vendosmëri dhe sinqeritet, me vazhdimsi, me ambicie, nuk dorëzohet, nuk nalet. Edhe është i sinqert, ka me arrit. Nëse nuk mundet me arrit krejt, ka me arrit diçka prej saj. Domethënë, sipas ti dietari, ti nëse ke vendos diçka me mrit dikun, gjithmonë na po flasim për gjërat të cilat janë halal, për gjërat të cilat janë të lejume, për gjërat me të cilat Allahu xhaleshanu është i kënaqur. Se na i kemi gjërat të cilat janë, domethënë, në këtë botë ose ajo që është haram, ose ajo që është as haram as halal, e lejume, mubah, edhe kemi gjërat të cilat janë, domethënë, halal ose farz. Tash besimtari nuk duhet me thonë që ky rregull e avlen për haramin, po duhen me mrin të harame. Tash punojnë me sinqeritet, edhe ambicie, amri, jo, për këtë s'flasin dietarët. Nuk ka qëllimi dietarëve që me folë domethënë për haramin, që nëse je i sinqert edhe punon, ki me mri, po dush haramin. Jo. Qëllimi dietarëve është kush don me mri diçka nga halali, diçka nga gjërat e lejuara, edhe është i vendosur, ka synim me mrin çatje. Nuk i kqyr këta senet anash, mrin çatje, te caku, te synimi. Secili për juve, mas paku, domethënë, keni pas në jetën e juaj një qëllim. Unë i kam thonë shpesh studentave, përderisa ke shku me një shkollim, edhe ti ke synim me marr dije, bashkë me dijen edhe diplomën, tash të jemi të sinqert, sepse diploma është një dëshmi inshallah e dijes, nuk është kryesorja. Por sot nuk do më thonë që na me jetu ma të bindjen që s'ka lidhje unë të marrë dije se më vyn diploma, jo të vyn diploma, sepse ti pa diplomë nuk mundesh me punësu në qatë venin e punës, ti mundesh me kon ekspert, po se ki diploma nuk mundesh me punësu. Prandaj ju thëm studentëve, sidomos në për fakultete që janë, ju duni me sakrifiku çdo sen, veç me pas synim me mrin fund çati procesi të shkollimit, që me marrë qatë diplomë. E tash, vjen puna për shembull që ty ka djeg bileta e udhëtimit nëse je në një shtet të huaj. Edhe çka më bën? Valla mu dosh bileta, a diçka mos t'i harxoj 500 euro pe ndërprej shkollimin. Jo. Ti duhesh me sakrifiku çdo sen në çet rrugtim për me mrin të synimit që atje që ki. Ty nuk t'intereson parja, ty nuk t'intereson darsma e dajes, ty nuk t'intereson sunetia djalit axhës, ty nuk t'intereson kur gjë. Sepse ti ki synimin me mrin të që dijet të që diplomë. Me sinqeritet, shkon dirës për me mrin që atje, edhe gjdo sen që del anash ti e largon, e pengon. Nëse jetu në gjitë në një kodër në altë, edhe e ki cakin me mrin të që pika ma në altë, kret ata gurë të cilët ti kimi kalu, kimi ecë, ka pak i mund gjitë me dure, ka pak me kame, ka pak me një shtag, e dikun të urzu, të i fshi pantullt, e dikun të fshet kama, ti nuk ta nin ty, se ki gajlek, anash, kret që të pengesat se ti ki cak, synim ki o vla. Provane të dashë vlezër, qëtë janë bani kryoni një ambicjet në altë, qëtë janë vetës një synim, ja ka me mri që atje, ja se la. Me halalë, ja nuk e la. Kret pengesat të cilat ju vin anash, kanë mju do këtë vogla. Pse? Se ti je i sinqert. Pse? Se ti je tu munu për me mrin që aty. Ama, unë e vëllaj kam ambicie. Po, a di qka? Po fle. Nashta e qënë zote. Ja. Jo, kështu jo. Unë përdu më bo milioner. Po, flas pak me këtë gjuhën e biznisit. Mirë po, bëhet mirë. Ja nisi me punu kur ti bëj 30 vjetë, kur ti bëj 40, kur ti bëj 50. Ja, nuk bëhesh kështu. Jo, vëllaj. Sepse ti nuk ki ambicie. Ti mundesh më koni sinqert. Po s'ki ambicie, nuk ki vendosmëri, çka lypet? Lypet vazhdimsi në punë. Ulemaja kanë luftu me veten e tyne me vite të tëra për me mësu për shkak një shkencë, një dije, ose me përmirësu një jetën, ose me uqu namaz natës. Paramendoni tash që kanë jetu ata pasahata në atë kohë. Çka dalë gjumi për sabah? Sot paramendoj ban njeri 3 alarma, 5 alarma. Unë e di
20 alarma që i bën, çdo 1 minutë kanë alarm. 20 alarma nuk qohet me fal sabahin. Çfarë ambicie be ki ti? Çfarë ambicie ki ti? Përpara i ka zonë gjumin në libër. Në libër i ka zonë gjumin. Sot i zë gjumin TikTok. Domethënë, shkon me çupi gjumit, kështu të fjet, telefonin dorë, TikTok il shumë. Mënsur mos kesh. S'po të them ty. A kupton? A kupton çfarë ambicie kanë djemt e sodit? Mase në dën nesër me mësu Kur'an përveç, nuk mundesh me mësu. Nuk mundesh me mësu. Ti s'ki ambicie. Ti nuk ki ambicie. Andaj, po thotë në fund, nëse kretë s'mundesh me mri, diçka ki me marrë për qasaj që ke pas ambicie, që ke pas vullnet. Ti përmendim pak ma tepër mes nalën veçtenja. Thot Abdul Qadir el-Kejlani ose Kilani, siru ma'al himamil alije, ecni, rrugtoni me ambicet larta, Allah, nuk takon ty mu kon qyqan me pas ambicet tulta. Muslimani, 40 vjet, ose 20 vjet, është në gjendje mu bo ekspert i kafës ose ekspert i pizzave, 40 vjet rrin i shërben ati shefit që ai bëhet milioner në kratë këti, së është i Zoti vetë me qelë. Më falni që i përmeni këto, se në kamerë mund dikush të na kritikoj nesër që merret me ekspert i kafeve që i ban ato macchiatot me lula të me lara, ose i ban pizzat e mira. 40 vjet. Së është në gjendje vetë me qelë. Se di çfarë ambicie ka ky njeri. Se di, të tjerët ban milionera në kratë këti. Ky njeri nuk ka ambicie, valla. Ky s'ka ambicie. Gjumi nuk do të me të zanë natën. Zanatin e ki, san mundësia të ki, ja sot ja kur. Po thot, ecni me ambicie të larta. Me ambicie. Bahuni të tillë të dashur vëllezër. Bahuni të tillë. Çdo zanat të cilën e ke bën jetë, me emrin kur ti bën 5 vjet, ti duhesh më kon ekspert, me shpërthy. Me shpërthy vëllai jam. Muslimani, kejesun fëtin. Është i mençur, është lakpamës, është i kujdesshëm, nuk i han forat, nuk i alshojnë gjinja. Qyqan, tanë jetën qyqan. Sot njoni për ma përmen një person, Pelivdan, tha në Mars, është tha filoni, dhe tha çfarë punëtori mirë, i ka bon, tha, në qëtë Marsin që ka shku, tha, i ka bon 22 vjet të punu të na. Këshyri, a i Pelivdohet, qyqan, 22 vjet ke bajt, ka uqa, për që tërkan, 22 vjet hamalli që tërkuj, si koni Zoti kur gjë me bo për veti. Së është levdim kjo. A dim se po thamë në kështu? Unë nuk po thamë që mos më konë punëtori tjetër kuj, do më detyrimisht të i vetë me. Unë më të thonë, shpërthebe vëlla dika. Muslimani ecë me ambicje të larta, ban diqka. Kapo dikun. Vetë. Tjetra. Ibrahim el-Harbi thot për Imam Ahmed ibn Hanbelin. E kam shoqëru 20 vite, në verë dhe ndimën, në nxehtë dhe në ftoftë, ditën edhe natën. Asnjëherë nuk e kam taku në të njëjtën gjendje, por çdo ditë ka shtu diçka nga dija e tij. Çdo ditë. Kur nuk u kon i njëjti njeri që u kon dje, edhe sot më kon. Ka shtu një hadith, në dije, në përmensh, ka shtu një praktik, një sunet, ka shtu një mustahab, një gjatë pëlqyme, ka shtu një sadak, ka shtu diçka, sa që i është thonë sa hadith e din, ka thonë elf hadith, në atë kohë 1 milion që s'ka qenë si numër, ka thonë 1000 herë 1000, që i bjen 1 milion hadithe. 1 milion hadithe njeri. Deri në qastin e vdekjes të mësu hadithe, asë një ditë për 20 vjetë ka shoqëru, nuk u ka një njëti, gjithë ka shtu diçka.
Për shembull, për me shtu ti diçka, unë po të jap një këshill. Nëse s'ki kohë kurr me shtu dije, atëherë bën kështu. Sa herë ulesh me hongër bukë ose me pi kafe kur je vetën, lëshoje një kurs, një diçka për fe ose edhe jo për fe. Me marr dije të përgjithshme në telefon. Edhe ka koha asesoj, për shembull, mos e lësho normal tu fol ata. Lëshoje me 1.5 ose me 2x. Ma shpejt me fol, me kalu ma shpejt. S'ka muslimani du të me mësu. Ti nëse 2 herë, 3 herë në ditë ulesh për bukë ose për kafe, ka 20 minuta, ka gjysore, ka 30 minuta, nëse asi, dhe më dhanë ti 1 orë gjys, ki me ngu një diçka 3, ama diçka 3, me marrë një kurs me kry. Për shembull me mësu historinë e Andaluzis, për shembull. Ose fikun, jurisprudencën islame. Ka në hoxh kapitullin e adhurimeve, 100 derse. Edhe ka 30 minuta i bjen 1 orë gjys. Po ti çka bën që 30 minutë që e lëshon herë 2, i bjen për 30 minuta ti e ngon një ders 60 minuta. Që i bjen mrena ditës ti i ngon 3 sahat. Mrena mujt ti i ngon 90 sahat. 90 orë. Ti do marr 90 orë muj, në fund vitit do më thonë sa bi vjen, 900, edhe mama 980, 1000 e sa sahat në vetë ti po ngon derse, s'ki mundësi me lexu, po të arsyetoj. Ose në një punë ku mundesh me ngu 1 orë, 2 orë, 3 orë. Pse ti nuk e bën një gjë të tillë? Pse ti nuk shton diçka nga vetja jote siç ka shtu Imam Mahmedi për 20 vjet e ka shoqëruar njëri për ditë diçka ka shtu. Ma sidomos ata cilët e kanë punën që kanë mundësi me shtu dije në vetën e vet. Thot Ibnul Jauzi rahmetullahi alayh, thot ka njerëz të zgjedhur, të cilët prej kur janë qu, për herë të parë nuk kanë fjet kurr. Mirë alegorike kjo është, nuk është që s'do më thonë ata s'kanë fjet, po për qëllim nuk kanë fjet ambicjet e tyre kurr. Prej kur janë qu, për herë të parë, ka bën një replan, ka pas 20 vjet, ka bën synim ku me mri për gjatë 5 vjet. S'kanë fjet më kurr. Të nderuar vëllezër, unë kam kalu 20 vite që më kthy prej studimeve, për të tregoni përvojë, ndoshta e mirë është për me përfitu prej saj, po jo e mirë shumë për mua. Me më pas thonë atë kohë, ku e shë vetën mas 20 vjetën, nuk kisha pas plan, dhe më thonë, e shë këtu, e shë atje, e shë... Pse? Sepse aq largë dukën 20 vite, 2 dekada, ka vakt. Po ja që ikin vitet, shkojnë. Dhe më thonë është gabim mës me bo plan për 20 vjet, 30 vjet. Një djallë që i ka 20 vjet, që i ka 25, planin du të me pas deri në gjatë 5 vjet. Çdo ditë më mundu me mrinte çaj plan, veç me pas planin e saktë, diçka për një me që ja vlen. Po thot, njerëz të zgjedhur kam njoft, kam pa, kam taku të cilët kur janë qu, s'kan fjet më kurr. Kur i kanë dhezë motorat e tyre, ata s'kan fjet më kurr. Vazhdon thot, wa mundhu an salaku ma waqafu. Edhe kur janë nis në rrugtimin e tyre, kur nuk janë nal. Gjithmonë thot, janë në ngritje, domethënë të ambiceve tyne. Sa herë thot kanë mrinë në një nivel, e kanë lyp nivelin më të lartë. Edhe kanë kërku falje te Allahu për atë nivelin më të poshtë. Domethënë i kanë thënë Allahut, Zot më fal, pse kam qenë çat niveli se më kon këtu më lart. Për shembull, kanë fal 5 vakte, veç farzin. Mas një kohë kanë fillu 5 vaktet me ja bashkangjit edhe sunetet. Kur i kanë bën një kohë, një periudhë 6 muaj, 1 vjet, i kanë thënë Allahut ja Rabb na fal. Mangësin tonë, pse veç farzet i kena fal? Tash elhamdullah pi falim me sunetet. Mas në një vjetë, kanë fillu me fal për shembull namazin e duhas. Mas në një vjetë, kanë fillu sa herë të hynë në xhami mi fal ka 2 rekat, sa herë të marrin avdes mi fal ka 2 rekat. Pas një kohë kanë fillu mu fal nafile namaz natën mu fal, në pjesën e 3 fundit. Kanë kërku falje Allahit, pse s'kan fal më herët. Masani që kanë bë, kanë fillu për shembull me namaz natës me lexu ka 5 xhuza, ka 100 faqe. Etjerë kanë fillu me shtu adhurime përveç Ramazanit me shtu
3 ditë çdo muaj, pastaj me shtu të hanë tete, pastaj me shtu një ditë po një ditë jo. E rëndësishme që ata gjithmonë kanë mri nivele më të larta, edhe për atë nivelin më poshtë, kur janë kanë më herët kanë kërku falje, pse sin kanë më lart. Edhe kështu nuk janë nal deri në vdekja. I kanë thonë një dietarët njëherë leu të fërrëk dhe lëna, sikur të gjeje pak kohë për neve, ka keshaj. Thot, që tu thot është problemi ku me gjetë qatë kohë për juve. Thot, wallahi, na ka humbë koha lirë, s'kemi kohë të lirë, të angazhum jemi. Fela farag illa inda Allah, nuk ka kohë të lirë veç se kur qëkojmë të Allahu. Veç kur qëkojmë të Zotit, në xhenet. Aq kanë qenë të angazhum, sa o kone mahnitshme nuk kanë pas kohë mi kushtu vetës tyne. E na nuk dhe me hynë tash në shambuj se ju dini sa dush edhe nga kaluar edhe nga tashmja se si njerëzit e mdhaj e kanë mbush kohën e tyne me aktivitete dhe me gjallëni, qoftë nga ibadetet, qoftë nga aktivitetet me të tjertë. Se njeri du të me nda kohën e vetë në 2 pjesë, kryesore, po thamë. Një me ja kushtu të tjerve, edhe një me ja kushtu vetës. Të tjerve, këtu hynë dini, daveti, mu aktivizu në rrugt të Allahit. Hynë këtu shërbimi ndaj familjes. Hynë këtu shërbimi ndaj shoqënisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në shërbim të shoqënisë, saqë në mënyrë alegorike përmendet, jo thot ka pas rast kur plakat e moqme, edhe ka herë do që s'kanë qenë shumë mirë, po thamë kështu psiqikisht, kanë ardhur kanë ka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për robë ose për dore, hajde ja Rasulullah me na kryeni shërbim në fund Medinës, atje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku në shërbim të tjerëve. Muslimani duhet më konë shërbim të tjerëve. Kur dikush vjen edhe të thirr, thotë kam një nevojë, kam një hall, a ki mundësi me më kry një shërbim? Dije se ulemat kanë thonë çaj personi ju ka lutë Allahut o Zot më bën zgjidhje, dhe Allahu azza wa jall ja ka mush menën marrë me të cakat në derë tonë ose në telefon tonë. Allahu xhaleshanu të ka zgjedh ty më konë shërbim të atij. Këtu nuk po them që na me u shkrim për çdo kan. Nuk po them këtu që na me u bë ur për çdo kan. Me na shfrytzu dhe me na keq përdor ai që se meriton. Unë po flas në rregulla islame. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë shërbim të tjerëve, s'ka pas kohë. E pjesa e dytë është më konë në shërbim më marrë me veten tonë. Cilla është ajo? Ajo është mes teje dhe Zotit tanë. Detyrimisht besimtari nuk bën me shkatru veten, të marrë me të tjerët me harru vetveten. Nuk po them me harru vetveten gjumi, haja, pija, shëtitja. Jo, por nuk kiti fuqi shpirtërore, më ballafaqu me të tjerët nëse vetë je i lot. Ibn Taymi rahmetullah alej, se ka fjet pak, edhe ka marrë shumë derse, ka shkruar shumë libra, ata ka bën, këto ka bën, çudit talebët, ka marrë këtë fuqi. Ai ka pas që mas sabajt ka bë dhikr deri në kohë gjatë, po thamë në ora 8, në ora 9, masani na vallon 3-4 sahat, masani ka nis derseve me talebët deri mas yatsis. E me fetva etj. Pastaj natën me namaz nafile. Kam thonë hoxha çka ka për marrë këtë fuqi. Thot energjia jame është që ky dhikri që e bëj mas sabajt, që rrivesh me Zotin. Besimtari ka nevojë mi mush batarijat. Allahu xhaleshanu kur ka këshillu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka këshillu me namaz natë. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, ka thonë këta, me ta zbrit një fjalë tron, një diçka tron. E qysh me qatë peshën e ran, i ka thonë Allahu xhaleshanu me namaz nafile. Një prej sebebeve që Zoti të forcon ditën, mu ballafaqu me njerëz me probleme, janë ibadetet e vetmis, sidomos namazin natës, edhe të ngjashme me to dhikri, leximi i Kuranit etj. Prandaj nuk kanë pas kohë me humb ulemaja të marrë me këto gjëra. Thot Ibn al-Jauziu pa ashtu, nuk ka thot sprovë më të madhe për njerun se sa ambicjet e larta, sepse pastaj me ambicjet larta thot ai nuk e zë vën veç me mrin që aty ku e ka vënë synim, cak. Sa ti çuditesh, ai njeri çfarë ambiciozi është, ku do me mrin vllai,
ti thush, ka dalë bursa, zarë me mrinjë atë, thot, unë jam rrinja selam. E thot, unë pak jam sprovu, këshure, Ibn Gjauziju. Thot, pak jam sprovu, njeri që ka shkru ma shumë se 1000 libra. Njeri që se ka nisë me lezu libra, me shkru libra, pa i lezu 10.000 libra. Këthej 10.000 libra, në ditë sa libra du të mi lezu, për 20 vjetë, ose për 30 vjetë, për më bon të mja nisë me shkru libra. Kjo thot, unë jam sprovu me ambicie, jo shumë të mëdhaja. Thot, e kum pa se o kanë azab për mund, kuptimin pozitiv azab. Qatë shumë, thot që jam munu, për me mri, të i dhonë zërë. Andaj, njerëzit ambicioz, si pas Ibn Gjauzijut, janë sprovë. A di kush janë rahat? E dini jo kush janë rahat? Ata që kanë autostrat trunin. Vlla, nuk janë një trunë e peshket e ka, rafshe ka dojon, let kallët, që ka thonaj, me të kallë shpia, tha derti ma dhe marrë një gacë, dhe kallit cigaren mangat. Mos me pas nevoj me edhe shkrepsen. A di çfarë ambicie kjo është? Kjo është njeri që jeton sot për sot, vlla. Ku rafsha, mos u vrafsha. Rafsh. Ata që kanë ambicie, ata vujnë. Ama o vujnë për kuptimin pozitiv. Se Allah nuk në ka kriju neve, veç që shtu hajt me kalu. Ha, sot buk, shnash për nesër. Je vëlla, dush me konë dikushi. Ka hyrë një djetar, kër e kanë arrestu Imam Ahmed ibn Hanbelin, kër i ka thonë khalifja, e ka detyru me thonë, thuj, Kurani është i kryum, nuk është fjale Allahot, Mu'tazilit, sprova Mu'tazilive, apo sprova krimit të Kuranit, Imam Ahmedi nuk ka pranu, edhe kanë marrë e kanë shtinë në burg, edhe para se me rrej, ka shku njëne prej djetarve, Ebu Said el-Wasiti, thot edhe, kom këshilu, e kom marrë me të mirë, se Imam Ahmedi e kon yll, i dijes. Ka thonë, i kom thonë, hoqë, a ki mundësi bre, me lëshu pe, falet i këtë fjalë, nuk ka lidhje, që ka thot pastaj khalifja, teke sa në vene në adim kretë që kjo është vetë sa për politikë, me thonë, po, është i kryum, se ki fmi, ki familje, je plak, adin të rejtë, shkatran, të marë në burg, të mytë. Thot e mirë shamet mirë. I ka thonë Imam Ahmedi këti burit, in kana hadha aqluk, ja Aba Sa'id, faqad istarahat. Nëse që kjo është menja jote, që thash unë parës, lumës ti për vete. Dhe më thonë, a ke pa do njerëz, kallë dyonja rreth tyne, bota në siklet, familja në siklet, a i qka? Rahat, si janin, hiq nuk janin. Qka thujnë tjertë në gjuhën popullore? Thujnë, lumës ky për vete, me pas trunin e ti një javë ditë, me najtë rahat. Hiq, si janin, hiq, rafsh dyjon. Auto hup, auto fitu, a ka ronë dy goj, a ka smut ta, a ka të deke, rafsh. Kështu i ka thonë, Imam Ahmedi këti bore, nëse ti që të bindje ki, lumi ti për vete. Besimtari nuk jeton kështu, nuk i takon me jetu në këtë formë. Vazhdoni Ibn Hajeri, thot, besimtari, muslimani, asesi nuk lejohet që me u ba asket nga sevapët e vogla, po asesi nuk lejohet gjithashtu me u ba i pakujdesshëm ndaj gjunaheve të vogla. Asket, me thonë, hajtë se kjo është sevap i vogël, s'pe baj. Hajtë se kjo është sevap i vogël, s'pe baj. Kjo gjuna i vogël, a s'ka gale nëse e baj. Aj, gjuna i vogël, a s'ka gale edhe nëse e baj. A dini çka është mentaliteti i pasënikve. Edhe Uthman ibn Affani, radhiyallahu anhu, ka thonë këtë fjallë në 5 rregullat e tij. Ka thonë, nuk e kam nënçmu fitimin e vogël. Se kam nënçmu. Uthmani, multimilioner, se kam nënçmu fitimin e vogël. Biznesmente, ku të mund janë gjesin? Në kuptim pozitiv e kam fjallën. Nëse që kuj kemi këtë manë veç i fiton 2 centa e blenë, s'ka problem, qëtu pak, pse? Se kja pak ta bjën të shumëtën. Thot Ibn Hajeri, muslimani, nuk bëhet asket në sevapët e vogla. Qka? Nëse për ditë ti, i busqesh 200 vetëve, busqesh e qka është? Sadak. Ti 200 vetëve këtë dhënë sadak. Nëse ti thu, subhanallahi wa bihamdihi, të milët një pëmë në gjenet,
Me thonë ka 100 herë në ditë, po me thonë ka 1000 herë në ditë. Pse bosh asket për sevapeve të vogla? Edhe kundërta, pse nuk ju kushton në rëndësi mëkateve të vogla? Më koni kujdesshëm. Sot ofendo këtë, këqyra ato shtremt e tjere, në fund bën në akşam 200 gjënaje. 200 gjënaje të vogla, mëse bofshin një gjëna të madh, një gjysmë gjënaje të madhe bëjnë. Andaj ka thonë, duhet me pas kujdes, më konë ambicios besimtari. Qëto sevapet e vogla mi kap. Edhe mos me lëshu. Thot po ashtu Ibn Qayyim rahmetullah alejh, kush vepran atë që Allahu e do, Allahu ka më jaqu ma shumë se sa ai që ka lyp. Kush punon që ka do Zoti, që ka është Allah i kënaqen, Zoti ka më dhon që ti robi, hala ma shumë se ai që ka lyp. Veç e nësishme ti me punu që ka thot Zoti. Leja Zotit, ti që ka për lypish prej Allahit. Ai ka më të dhon ma mirë se ti që ka për lyp. Ama me kusht, ti me punu ato që ka lyp Allahit. Veç qaq. Mos puno ma shumë se që ka për lyp Zoti. Ti puno sa për lyp Zoti. A për lyp 5 vakte Allahit. Ti 5 vakte fale. Po më përdu 6. S'ki nevoj. 5 fale. Çka për lypish ti për Zotit që të mirë? Allahit ma shumë ty ka më të dhon. Ti mos jep ma shumë Allahit. Veç sa ka lyp Zoti. E para. E dyta. Faman aqbala ilayhi talaqahu min ba'id. Kush kthehet ka Allahi, kthehet ka Zoti. Allahu xhalla shanuhu vjen me të shpejt ka robi. Ti veç më kthy ka Zoti. Tjetrën Allah e ka përsipër. Domethënë, qëllimi është në mënyrë alegorike, domethënë në mënyrë që ti me pas sinqeritetin më kthy ka rruga e Zotit, leja të tjera të Allahit. Ai kryen edhe merr përsipër çështën tonë. E treta, ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. Kush nuk mbështetet te forca vet, as te mundësia vet, po mbështetet te forca dhe mundësia dhe te ndryshimi i Allahit, Allahu xhaleshanu ka më apru punën, që edhe hekuri mu bë i elastik për ta. Në kuptim figurativ, elastik edhe hekri. Domethënë, kur nuk mbështetesh te forca ime, unë kam parë, unë jam i fuqishëm, unë kam pushtet, unë kam autoritet. Jo, çdo sa ne kam prej Allahit. Hadha min fadli Rabbi. Sulejmani alayhis salam, kur ka ardhur arshi Belkisës, çka ka thonë? S'ka thonë fuqia jame kjo është. Ka thonë kjo është mirësia e Allahut, me më sprovu mua. A pe falenderoj apo mohoj? Kush punon jetë me fuqinë e ndihmën e Zotit, jo me të vetën. Allahu ka më aqel ato dyrë të cilët janë hekur. Që ti çuditesh, çu çelmer që derë për mua. Kemi përmendur edhe një herë, ti nuk ta merr mendja. Ti nuk e din se ka qilet, ka vjen. E kemi përmendur rastin e Jusufit alayhis salam. Dyrt po i qilen, bam po i qilen. Ka s'ja merr mendja. Allah azza jall po ja çon ndihmën këmishën e prej një personit i cili sokon ngjarje hiç muhabet. Allah domethënë pja bën elastik hekurin, kuptim figurativ. Që aty kus s'ta merr mendja çato ta çel Zoti, vetë çka? Mos puno me fuqinë tonë. Mos puno me fuqinë tonë. Sa Allah të lën, pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush mbështetet te Hemalia, Zoti ka më lënë në ndihmën e Hemalis. Pse? Sa i po e lidh jetën e vet me një Hemali, që kanë gjitë në qafë ose kanë gjitë në rësjetëll. Pra mendon 20 vjet e bën në rësjetëll Hemali. 20 vjet pa ndihmën e Zotit. E kush mbështetet te parja vet, te fuqia vet, te autoriteti vet, e lën Zoti. Nëse mbështetesh te Allahu, atëherë edhe hekrin, edhe dyrt e hekrit ka me t'i thuj. Edhe dyrt e hekrit ka me t'i qel. Edhe mas një kohë, vetëm lypët sabër, edhe jeqin. Pa bindje nuk bën vllazni kur gja. Pa bindje absolute në Zotin nuk bën kur gja. Nuk është fjalë goje, mbesoni. Besoni është kollaj me thon fjalë goje. Wallahi në mawaqif, në qëndrime, shihet jeqini besimtarit. Atëherë kur ti kanë çel kret rrugët e dunjas, edhe hala se ke kputu i mytin të Zotit. Jo, Allah i ka më ndihmu. Kollaj është me fol. Kret sebepet kur janë kundër teje. Edhe ti se upi mytin të Allahit, çfarë Allahu xhaleshanu se e dish se ti jo me forcën tonë, jo me ndihmën tonë. Çfarë Allahu xhaleshanu ta edhe hekurin e çan për ty. Vazhdon Ibn Qayyim rahmetullah alayh, "Wa man taraka li ajlihi a'tahu fawqa al-bazid." Kush lën diçka për izat Zotit, Allahu ja jep më shumë se sa ato që e kalon. E dini ju. E dini kush e lën i haram për izat Zotit, Zoti jep një diçka më të khairit. Sa asa njeri kanë sakrifiku çështje dunjas për izat Zotit. Çështje dunjas për izat Zotit.
A mendoni që Allahu Gjeleshanu ka milon që ashtu me shku sanët? Allahu Azza wa Jalla është mudabbirul umur, ai që i ka çështjet në dorë, që i planifikon sanët. Zoti është që i planifikon sanët. Kush lën diçka për Zot Zotit. Sa njeri kanë lënë autoritetin për Zot Zotit, kanë qenë këngëtar, kanë pas famë, kanë pas autoritet. E kalon për Zot Zotit. Allahu Gjeleshanu mudabbirul umur është që i ka çështjen në dorë. Hop, ja kthen. Hala ma mirë se sa, qysh mirë. Nuk do më thonë që ti pa tjetër me kuptu mirësin. Ku me ditë tja qëfar atë ka me gruën, qëfar atë ka me fëmijë, qëfar atë ka me prindër, qëfar atë ka me shpirtin e ti, o vlla, me shpirtin është i qetë, shpirtënisht. Ti nuk e din e rëndësishme që Zoti është betu, Zoti ka garantu që ai ma mirë ka mi pas punë se sa kur e ka pas qëtë haram. Edhe e fundit, për fjalë Ibn Qayyimit, thot edhe kush vrapon mas qëllimeve të fesë, Allahu ka më aqu mas qëllimet e dunjas. Synoj qëllimet e fesë, për çka të ke kriju Zoti, me adhuru Allahin. Vetë Zoti biznesin ka më të aqu marë, vetë të qenë marë. Allahu ka kriju me bënda vetë. Allahu Gjeleshanu vetë ju ka me të bënë shef të mirë, punëtor të mirë, mjeshtër. Ti jep këto çështje tjera. Ti vrapo pas qëllimeve të fesë. Vazhdojmë edhe dy fjalë vllaznim. Thot Ibn Qayyim një fjalë të madhe. Shumë ka prej kur e kom lexu, edhe jam mërzit. Ka thonë rahmetullahi alayhi, i kam dëgju disa nga selefi i parë, nga të moqmit tanë, duke thonë, ja lahu min din, law anna lahu rijalan. Sa fe e madhe dhe e mirë është kjo, sikur të kish pas burra. Sa fe e madhe është edhe mirë kjo, sikur të kish pas burra, ajo të cofqa, smutana, loma, të cilët në safin e parë janë, ndoshta prej, mos tham munafik, se s'du me thonë munafik. Janë prej atyre të cilët sprova ma vogël tërhiqen, e tratojnë Zotin e vetë, dinin e vetë, halalin e vetë, vllaun e vetë, në të djallën të majtë me cilin falet, me cilin synon më konë xhenet bashkë. Ja lehu min din, çfarë feje madhe kja, sikur të kish pas burra. Çfarë burra? Të cilët i kallëzojnë të kretë dunjos, sa mirë është kjo fe. E jo burra të cilët, me veprat e tyne, me haramet e tyne. E që kjo ne jemi sot në sprovë me qëta. Sepse na jemi në gjendje me shujt karshin i harami. Vetë ta marrim me të mirë filanin festekin i cili shkon për kurvnin, në për zina, i cili shkon për alkool, i cili shkon edhe i bat i lepitet, dhe më thonë si rriqni dikuj që ka pare, dikuj që ka autoritet. Në kundërtën, nëse dikuj që bën një diçka me halal, nuk është në gjendje me përbim, mos me baza. S'po lypim me mbrojt, nuk kemi të lyp me mbrojt. Mos e mbroj, dikuj që ka bën një punë me halal, mos e mbroj. S'pa ku më shelegojnë, ti mos u bën argatit keqës. E ju e dini se çka po du me thonë. S'keni nevojë më bën argatit keqës. Ti veç dush me shujt. Kur dikush, ai i cili e bën me haram, jenë gjendje ati më arsyetu ose më jam shelgojnë, ose shujt se daveti e lyp që ashtu më stasi më pse daveti. Ja lehu min din, kjo fe sa madhe është, sikur të kish burra. E dini që atë rregullin islam që nëse s'mund mi bën kërkuj mirë, mos i bën keq, mjafton. Mos u bën argatit keqës. Distanca vëlla. Mos u pajto me një të keqe cila flitet dikon, qupi aty. Thuj ma bëne halal, po s'moj. S'moj që të menet, s'është në rregull. A u të narujt dikush? Jo, që Allah e të narujt. Që të fjallë manën men. Kjo fe është shumë e mirë. Sigur të kish pas burrat të cilët e kanë sunim që thamë atje nalte, ka të cakin atje nalte. Edhe para fundit të dashë vëllezër, thot Ibn Qayyimi, o ti i cili të janë përzi ambicjet e tua, që nuk ki kur farë vullneti si e të ditë, a din thot që kjo fe, edhe kjo rrugë të cilën ti e ke zgjedh, është rruga në të cilën është lodh Ademi a.s. Në të cilën ka dënes Nuhi a.s. Rruga në të cilën është hudh në zjarë Ibrahimi a.s. Rruga në të cilën
është shtri për mu bë kurban Ismaili a.s. Rruga në të cilën është shit me pak apo për pak pare Jusufi a.s. Rruga në të cilën ka nejt në burg pa kur farfaje me vitet të tëra Jusufi a.s. është rruga në të cilën është prej me sharë Zekeria a.s. është rruga në të cilën është therë po ashtu Jahja a.s. është rruga në të cilën është maltretu Ejubi a.s. Kjo është rruga e burrave në të cilën ka qajt për te çdo niveli Davudi a.s. është rruga në të cilën ka garu edhe është ballafaqu me kafshë e egra Isa a.s. dhe rruga në të cilën ka provu të gjitha vështirësitë, fukarallëkin edhe sprovat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai kishte ambicie. Kjo është rruga këtyre pejgamberëve. Pi Ademit alayhis salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhalla shanu kur ka këshilluar Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë, masi ka përmend pejgambert me emra, ka thonë fa bi hudahu muqtadih. E me udhëzimin e tyre udhëzo edhe ti. Po don xhenetin, më kon çatu kujn kon ta pejgamber? Çka? Qysh? Ama pe don luksin në të cilën ka jetu Tita? Ja. S'ka çashtu. Çka është udhëtimi i pejgamberëve? Ne nuk po themi që detyrimisht më usprovu me të këqija, me thonë që mira filoni. Jo. Ama ti duhesh me ditë se në këtë dunja nuk ka rahatlëk. Çka është rrugtimi i pejgamberëve? Edhe e fundit të dashur vëllezër, mos t'ju mundoj më shumë. Ka qenë një dietar Amr ibn Nujaydi, ka qenë person i cili i ka analizu njerëzit, i ka shtindur ngal, pit të kryt deri te komat. Ka arrit me kuptu çfarë niveli është filoni, çfarë fisteke. A është i mirë ai, ka çfarë dallavergjia, janë do njerëz që e kuptojnë tjetrën, i analizojnë mimikat e të tjerëve. Edhe kur është pyet një gjë të tillë se ka arrit, thot men gadda basarahu anil maharim, kush e ul shikimin nga harami, e ruan synin pe haramet, e ruan thot veten e tij nga epshet, po ashtu ushqehet veç me halal, ose është i kujdesshëm në vetminë e tij mos me hyn haram. Kurse kur del jashtë është pasues i sunetit. Domethënë jashtë është pasues i sunetit, përveç farzeve. Në mrena ruhet pe harameve. Nuk është pasues i sunetit në publik, e në mrena në vetmi haramxhi. Jo. Në vetmi është ruhet prej harameve, në publik e pason sunetit. Thot po ashtu han veç halal, kur nuk përzin ushqimin me haram, s'ka mundësi ky njeri mos me analizu të tjerët, me aqëllu të tjerëve se kush janë. Pse? Syni i tij nuk është haram. Ushqimi i tij nuk është me haram. Ecja e tij s'është haram. Vetmia e tij nuk është haram. Publiku i tij po ashtu në publik kur është me sunet. Barkun e ka të mbushur edhe është rrit me halal, me ushqim halal. Atë normal që Allah ka minimu që ky ku ta sheh njerin, me aqëllu mimikave të atij personi edhe me pas kujdes a mu qel, a mos mu qel. Sa njerëz din me analizu të tjerët, po dhe sa të tjerë janë që i hanë forat e të tjerëve dhe bin viktime munafiklukut të tjerëve, që dikush din me ta pështjellu edhe ti i beson pa u kon ai në të vërtet burr i mirë. Këto e kemi përzgjedhur të dashur vëllezër, për ta inshallah taala javën tjetër e përfundojmë këtë kapitull, lutem Allahun xhel që na shkruaj shpërblim edhe sevap me këtë ders. Allahu na fal të na bëj për atyre të cilët jemi të kujdesshëm edhe kemi ambicie të larta. Walhamdulillahi rabbil alamin.